Prapa krahëve të mi ndodhet banesa ku jetonte 27 vjeçari Donald Hoxha, viktima e tragjedisë pranë liçenit të Shkodrës afër fshatit Grish. Togeri Donald Hoxha jetonte në qytetin e Kuçovës së bashku me të vllain, motrën dhe 2 prindrit e tij. Tashmë pranë familjarëve duket që kanë mbritur të afërm miq dhe shok të Donaldit. Shprehim ngushëllimin më të thella për familjen e Donaldit, i cili sot ranë krye detyrës. Në këtë dhimbje të thellë merr pjesë gjithë populli i qytetarët e Bashkisë Kuçovës, por jo vetëm ata, por edhe strukturat më të larta të shtetit, si dhe qeverisë, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes. Edhe një herë, ngushëllime më të thella për të familjes. Floridja. Lumanen që e beri dhe Edukoj. nuk e di, na ishe një vdekje e papritur. Shumë keq na ka ardhur, o Zoti i Madh, Zoti mbash dorën. Një djalë shëmbullor, një djalë shumë i mirë, edhe e motra, edhe i vllai kanë studuar te kjo shkolla këtu, kanë mbaruar në vjeçare, me të tëra 10 i shkëlqyer, kanë mbaruar studimet jashtë shtetit në Itali, dhe ishte i shkëlqyer, një familje ideale, një djalë i përsosur. Nuk e di, një tragjedi e madhe në këtë familje. Kur e morët vesh lajmin? Janë me infermierët e koka, me familjarët shumë. E jema është në gjendje se është dëshmur me zemër dhe është në gjendje shumë të shokuar. Çfarë mund të thuash më shumë për atë djalë? Ai ishte të gjitha cilësitë. Kur e keni takuar për herë? Brenda 3 ditëve. E takuam këtu, po. Erdhi këtu, e takuam. Se jam edhe si i ftuar në dasmë që do besh atje, që kishe prer ditën e dasmës. Datën një, piu kafe, prem ditën e martesës, dhe djali mrekullueshëm, pa komin fare. Martohesh tani? Po, për 1-2 muaj, po.